parcelizimi i partive të vogla, përballë atij unitetit të madh, media, pushtet mediatik, pushtet ekonomik dhe pushtet politik, i zvoglon gjithmonë më shumë partitë e vogla, por ama ka dhe një mundësi tjetër, është ajo që fushata der më der, shpi më shpi, sepse në aspektin mediatik, dy partitë e mëdha kanë dhe më shumë kohë televizive, kanë dhe teknologjinë, kanë dhe paran për të përdorur rrjetet sociale. Megjithatë, kam dy gjëra me ty, do më falë, mora pa kohë, do ta kompensoj. Ti akoma mendon që mund të ketë kanë shqiptarët këllë që të bëjnë një portret, e disa vite ka mund që të gjë portret? Po këtë radhë ishte mundësia, sepse u godit Berisha, pra Berisha u izolua... Që Meta ka dash të bëj portret, Skënderij Gjinushi ka dash të bëj portret, po flasim, por u bën kingmaker, fillon... Sepse nuk bjen bashkë, luajtën thjesht për pushtetin momental. Po e mbamën sa përqin ka pas Partia Socialdemokrate që ka sot Toma, që ka pas Gjinushi, edhe u nda prapë pas Kalbino, edhe u nda prapë po pra, se ka luajt vetëm për interesat. Fa ikonisës, sa mund bëhen bashkë një grupë me fishës, me fleshta? Mo kollaj mund bësh që thesh fleshta se dy shqip bërë bashkë. Kurse partitë e mëdha kanë disiplinë. E pesë e mori Saliu me disiplinë. Përdeja nuk ka disiplinë. Saliu e mori me forcë Saliu. Saliu e mori me metodat, e mori me meritën e vetë, e mori me dhunë. Do në mënyrë... Po e kishte të vetën e e kishte dhe se kishte vetën, por shumë faktor, mos analizojmë atë pse e mori. Çështja është që ai e mori, por është e pamjaftueshme për të ardhur në pushtet. E mori po e nxori. Gjej për herë të parë, po themi që Partia Demokratike nuk është më parti pushteti. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë qenë parti pushteti. Fakti që Partia Demokratike nuk është parti pushteti, ky boshllëk që është krijuar këtu duam ne do mbushet. Dhe pas datës 12 do ketë edhe shumë bjerje nga rrallët e PD-s dhe Berishës. Kështu që po, problemi është që leadershipi që ka partitë e vogla nuk është i mjaftueshëm. Kjo nuk i bin njerëzit, domethënë, që të vende këtë. Kishin pritshmëri të larta.